SBA organizoi breshëri goditjesh ajrore dhe detare ndaj rebelëve Houthi në Yemen, në bazat e tyre në kryeqytetin Sanas, në Saada, Al-Baida dhe Rada. 31 persona u vranë dhe mbi 100 u plagosën, shumica fëmijë dhe gra. Kjo ishte përgjigje për 10 sulme ndaj anijave amerikane dhe jo vetëm në detin e Zi. Donald Trump ndoqi online të gjitha bombardimet dhe lajmëroi në rrjetin social X se ishte ai që urdhëroi goditjet dhe koha e terroristëve Houthi ka mbaruar. Trump informoi se luftëtarët e guximshëm po kryejnë sulmet në terren mbi baza terroriste dhe asnjë forcë mund t'i ndalojë. Mëtej kërcënoi hapur rebelët. Nëse nuk ndalojnë goditjet ndaj anijeve tregtare dhe luftarake amerikane, ferri do të bjerë mbi ju, siç nuk e keni parë kurrë më parë. Donald Trump paralajmëroi dhe Iranin për krahësin e Houthive që të ndalojë me njëherë mbështetjen, në të kundërt SBA nuk do të jetë mirë me ta. Në aksion kryesisht morën pjesë avion luftarak. Ata u nisën nga aeroplan mbajtësia Truman, e cila ndodhet në detin e Kuq. Sulmet goditën në radarët, mbrojtjen ajrore, sistemet raketore dhe dronët në një përpjekje për të hapur korsitë ndërkombëtare të transportit detar në detin e Kuq, të cilat Houthit i kanë ndërprer për muaj me radhë me sulmet e tyre. Byroja politike e Houthive sulmet i përshkroi si krim lufte. Forcat tona të armatosura jemenase janë plotësisht të përgatitura për t'ju përgjigjur përshkallëzimit me përshkallëzim, deklaruan ata. Komandanti i lartë i Gardës Revolucionare të Iranit, General Major Hussein Salami, sqaroi se Houthit janë të pavarur. Ai u përgjigj dhe kërcënimit të Trump. Ne i paralajmërojmë se Irani do të përgjigjet me vendosmëri nëse ata kthejnë kërcënimet e tyre në veprim. Ndërkaq ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, gjatë një bisede telefonike me sekretarin e shtetit amerikan Rubio, kërkoi që të gjitha palët të ndërpresin të gjitha veprimet e armatosura. Më herët, zëdhënësi i Pentagonit Sean Parmel ka raportuar se prej vitit 2023, Houthis kanë sulmuar anijet luftarake amerikane 174 herë dhe anijet tregtare 145 herë.